Në atë natë përcaktohen shumë gjëra. Në atë natë duhet të shtrëngohemi dhe të bëjmë sa më shumë dua, sa më shumë namaz, që besa edhe veprat mira, edhe sadaka, edhe punë të mira. Siç thoshte pejgamberi alayhis salatu wassalam, largoni veten e juaj nga zjarri i xhehenemit illa bitamratin, qoftë edhe me një kokër hurme. Mjafton një kokër hurme e pështon njërin. Një vepër e mirë, sa do e vogël duket ajo, e ka vlerën e saj. Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më vlefshme se 1000 muaj. Imagjinoni pra çfarë shpërblimi i madh është për janës Allahut te bareke ve taala. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Në ditë zbret shpirti fisnik. Në ditë vin pra me lajqe mushet toka Allahit komplet. Atë ditë është selamun hiya hatta matla'il fajr. Në ditë është selam dhe paqe deri në agim të mëngjesit. Aliu radiallahu anhu, Ali ibn Ebu Talib radiallahu anhu, në 10 ditëshin e fundit tregon një ngjarje interesante. Kishte dal për të bëjë ibadet Allahu te bareke ve taala. Dhe një pej shokëve pranishëm i thot: "Ja Amirul Mu'minin", i thot, "Si ka mundësi, pse del kështu ti vetëm natën këtë 10 ditëshin e fundit, sillesh, shkon vetëm xhami, kthehesh vetëm pi xhamie?" Tu nuk jam vetëm. Unë jam me melajket e Allahut, sepse në këto 10 ditë toka pushtohet, çlirohet pe melajkeve të Allahut te bareke ve taala. Kështu që në këto ditë bëni dua shumë, sepse Allahu ka thënë në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dhe kur lutsim lutet mu, unë jam shumë afër e pranoj duan. Pastaj Allahu than në Kur'an surën Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, "Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun." Pra Allahu tha se kur unë diçka i bëj emën, i tham asaj kun fayakun, bëhu dhe ajo bëhet vetëm me lejen e Allahut te bareke ve taala. Andaj çdo gjë bëhet vetëm me izzën e Allahut te bareke ve taala, me izzatullah, me lejen e Allahut. Prandaj në këtë natë shtoni mirësinë, shtoni sadakan, ndihmoni të varfrit, ndihmoni bonjakët, jetimët, studentët në rrugën e diturisë, dait, thirrsat islam.